do, profesor Laqaj? Po, unë në fakt... Ju e përshëndet edhe profesorin tuaj, por mësuesin tuaj të parë. Po, përshëndeta, edhe kam dhe më thënë, model në gjitha nivele, dhe më thënë, e shkollimit tim. Unë nga natyrë jam pak rigorës, dhe më thënë, nuk është se jam rigorës në të kuptimin e fjallës me disiplinë, ku më di, po në të mirë kuptimin që çdo nxënës të një vetin student gjithësisht mirë në mes dhe kur t'jetë kohat për të punuar, do të punuar. Bile unë e kam një thani kështu përdor, let's do math now, thomë kështu ka jena, po bëjmë pak matematik, mas në një konsultimit. Ndoshta nuk duhet i përmend me emra, por që përveç mësuesit për atim të parë, në 8 vjeçare kam parë një mësimdhënës të matematikës dhe ndoshta ai ka qenë shkëndija e parë që mua më ka dhënë gjithësisht vullnet, më ka motivua për të marrë me matematikë dhe arsyeja sepse ka qenë mënyra e tij të shpjeguarit, domethënë ka qenë jo shumë i thelluar, po mendoj në aspektin matematikor, po ka qenë shumë praktik, domethënë edhe të e pas parasysh një farë mënyre me dha ide se neve nuk e mësojmë matematikën vetëm përmes ekuacioneve, por ato ekuacione mund të përdoren edhe në jetë përditshme. Ajo këtë më thënë ka qenë shkëndija e parë. Pastaj vazhdimi në gjimnaz, po ashtu kam pas fatin që të gjithë profesorë mësimdhënësit e mi, dhe më thënë kanë një pjesë e madhe sepse neve atëherë ka qenë sistemi drejtimi matematiko-natyror që në klasën e 9 ose viti i parë gjimnaz, dhe kam pas aty gjithën përgjithësi, po 2-3 që ndoshta unë ma shumë jam fokusua, më ka pëlqyer, domethënë, mënyra e komunikimit tyre me nxënësit, mënyra e paraqitjes, transferimi i diturisë nga mësimdhënësit tek nxënësit, e kështu me radhë. Po ashtu kam pas edhe profesor në universitet, me qenë se unë kam studiuar në Universitetin Luigi Gurakuqi. Dhe aty kam pas vërtet profesor të jashtëzakonshëm, shkëlqyeshëm, nuk mund pa përmend një që më ka met, kështu më ka lënë përshtypje shumë, është profesor Tonin Shkupa. Me vërtet ka qenë një jashtëzakonshëm, edhe si matematikan, po edhe si metodikën dhe pedagogjinë e ka pas shumë zhvilluar për mësimdhënien e saj lënë. Dhe këtu, do më thënë, studimet mia pas universitare në Wayne State University për master dhe doktoratur, kam shumë profesor që i kam në mend dhe bashkëpunoj edhe sot me ta, por një që ndoshta mund me ka lënë përshtypje është një profesor me origjinë kineze, Pi Yang Wang, është profesor shumë i nderuar në Wayne State University tani, dhe paka shumë e gjej veten tek secilin nga këta. Pra kam marrë diçka nga ata që unë kam menduar se është e vlefshme dhe do më shërbej, dhe kam në një farë mënyre kam formua vetveten. Ndoshta nuk është më e mira e mundshme, por neve gjithmonë mësojmë, trajnohemi, studiojmë. Kolegja nderuar e din se sa platforma gjatë një semestri neve ndryshojnë, ose gjatë një viti, çdo semestër për shembull ndryshojnë platformat, strategjitë, mënyrat, sepse siç dihet, bashkë me teknologjinë, bashkë me zhvillimin ekonomik, zhvillimet që ndodhen nëpër botë, neve duhet të vazhdojmë dhe normalisht duhet të jemi në hap me kohën, në hap me zhvillimin, edhe jemi, dhe më thënë, mësojmë gjatë gjithë jetës. Long life learners, si thonë këta. Edhe kjo mendoj është një diçka që neve duhet ta bëjmë dhe vazhdojmë ta bëjmë, edhe derisa duhet të jemi në ato pozita. Përndryshe, këtu themi të shkel ajo rrota e madhe që nuk mund ngritesh më. Profesor Laqaj, ju e thatë se jeni korrekt në jetë. Është karakteri jotë kjo, po ka ndikuar matematika si shkencë eksakte? Faktikisht,
normalisht edhe nga familja, ndoshta nga rrjelli ka ndikuar, por unë mendoj që edhe profesioni ka ba shumë për me qenë i përpikt në jetë. Unë punoj 27 vite në arsim, që do më thaj 28 nëse konsideroj dhe mësimin praktik që kam ba në Shkodër, në gjimnaz një Jordan Misi, edhe 28 në Ndori, pastaj në Tuzë, në Maltezi, pastaj këtu, dhe mendoj se kam pas njëherë më kujtohet për 10 vite që kam punuar, kam kënë i vonuar, do më thaj jam vonuar në punë, arsyeja ishte problem teknik në makinë, goma, dhe njëherë që kisha aksident rrugës, nuk e di se kam vonuar çdo herë, kam pas dëshirë që t'jem të paktën 15 minuta edhe ma shumë. Sot mund shkoj edhe një orë para, po dhe më thëmë 15 minuta në asë njërë. Mënej që ndikon edhe profesioni, sepse profesioni pra matematika është shkencë eksakte, dhe ajo është shumë e bukur, shumë njerëz se urrejnë, pra po flasim pak në këtë pikë, si landë, por biles për një pjesë saj që quhet algebra shpesher t'jep ma shumë se sa kërkon nga ajo. Sepse bile shpesher e përdori, dhe më thënë, kur bëjmë analizë matematike ose analizë reale me studentët, fituam këta, provuam këta, po ne nga kjo po rrjell drejt për drejt kjo. Dhe më thëmë, neve luftuam për njënin, po kyte kemi falas. Dhe kjo vërtet më jep kënaqësi të jashtëzakonshme, edhe ka ndikuar shumë në personalitetin tim edhe në karakterin, në përpikmërinë, por njëkohësisht më ka ba, do më thënë edhe njeri ma human, ma të qetë në kuptimin për me pranu të tjerët, për me ju ndihmua të tjerëve, sepse një mësimllans është i lumtun atëherë kur ishe studentët, gjithësisht nxënësit që kanë sukses në jetën e tyre. Në matematik 2+2 bën 4, po një jetë ndodhe ndryshe? Po t'i pyesësh ekonomistët, ata thonë se 2+2 thot, po deshe të bajnë 5, po deshe të bajnë 3. Kështu e përdorim ne, me plot respekt për çdo inxhinier. Ne kemi edhe një thanje për inxhinierët, sidomos të mekanikës, elektrikës, automatikës, elektronikës e kështu me radhë, sepse marrin lanë shumë nga ne, kanë deri në kalkull 3, do të thënë ekuacione diferenciale. Jo thëmë bile disa kolegëve që ligjerojnë atë, thëmë jo keni shumë kollaj, do më thënë, gjitha zbulimet, formulat matematikore, futen në një platformë, në një program, kurse këta vetëm japin lanat, dhe mesën llogaritë. Por, dhe kjo thanja 2+2 bajnë 4, nëse duhem të vërtetoj matematikisht, merr orë të tëra për me vërtetua matematikisht. E njët përgjithshme duken krejt normale, sepse unë po ju bajnë thjesht një pyetje, shumë thjesht, që mund të jetë ndoshta jo ju, por një pyetje që mund rrjellin nga kjo bisedë, nëse dikush të pyet, ma jep numrin 2, ma jep numrin 3, ti mund të llorosh 3 molla, 3 dardha, por numër si numër nuk mund ma sjellësh në dorë. A më kupton? Dhe kjo e lidhur shumë me jetën. Këtu lind probleme, pra ti mund të më jepsh 2 lapsa, por nuk mund të më jep një numër, numrin të ndor. Pra mora thjesht një shembull, dhe pra duke nis nga kjo bazë, nga kjo pyetje, matematika është prap ndoshta po përsëritem shumë, po është një shkencë jashtëzakonshme, edhe është një motor shumë i rëndësishëm për zhvillimin e botës përgjithësi, dhe e gjem duke zbatuar gjithkund, çdo hap dhe lami tjetër. Faleminderit, 2+2, profesor, ju e folët me shumë nostalgji, si që mund të flasë çdo nxënës për mësuesin e tij, që të dy e ndiqni jetën në Shqipëri. A ka evoluar trajtimi në Shqipëri, si që janë fushat e tjera ndaj mësuesit, qoftë nga rroga, nga trajtimi, ndryshme të komunikimeve, të kushteve të punës, si mendoni ju? Nuk mund të them se e di shumë mirë, këtë sa të them, por me sa kam parën, do me thënë kur kam vizituar ose me çfarë shikoj nga interneti, patjetër që ka evoluar. Për shembull, biles në disa aspekte jeta në Shqipëri ka evoluar
ose si thua shqiptarë që janë në Shqipëri kanë evoluar më shumë se ne që jemi në emigrim. Jo, pyetja ishte, ju a kanë evoluar mësusat? Jeta ka evoluar, por mësusat aq të dashur, aq të mirë, aq kontributor kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin për shoqërinë. A marrin për shoqërisë atë që japin? Mua më duket që si kudo në botë jo dhe aq shumë. Aty doja të dilja. Pse është Nuk marrin në aq sa përgjithësi duhet. kjo jo, në gjithë botën. E nevojshme, unë pak më parë ne folëm që sa e nevojshme me shkollimi. Dhe nga ana tjetër flasim që jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera nuk ka trajtim të mirë ekonomik mësuesi. Pse? Nuk e di. Siç nëna që punon pa para, që të rrisi fëmijët, duket mua dhe mësuesët janë pak a shumë në të njëjtën situatë. Nuk e di, është kultura në botë mbase që ekziston. Mungesë kulture. Po, ose mungesa e kultura, ose mungesa e kulturës që ekziston në botë. Mungesa respekti. Po. Ka shumë ndryshime në botë, atë doja të dilja që ka shumë ndryshime në botë që si perceptojmë gjërat. Për shembull, unë mund të them, për shembull këtu, unë jam në shkollë, në gjimnaz, dhe ne shikojmë një ndryshim të sjelljes së prindërve ndaj mësuesit. Si të thuash, ka rënë ajo, dhe prindrit e gjykojnë mësuesin, ose për shembull, marrin anën e fëmijës, kur më përpara, s'ka bërë vaki kur që, unë e dalloj, unë kam filluar para 25 vjetëve, është shumë ndryshim i madh në mënyrën që dhe si prindrit e perceptojnë shkollën. Nuk ka, më duket mua, nuk e di a jam gabim, po për mendimin tim nuk ka vlerën që kishte më përpara. Dhe në Shqipëri kam kushërirën time që është mësuese, ajo pak a shumë shpreh të njëjtat shqetësime, po. Prapë them unë, Evropa është çik më ndryshe, megjithëse atje po bëhet pak a shumë si këtu. Këtu është pak më vështirë në këtë aspekt për mësuesin. Po. Po.